para miliona vitesh, kur toka ishte e egër dhe e paformuar, dinosaurët sundonin çdo cep të saj. Ata nuk njinin frikë, sepse ishin mbretërit e kohës së tyre. Tyrannosaurus Rex sundonte tokën me forcë brutale, ndërsa Triceratops qëndronte i palëkundur, gati për betejë. Në qiell fluturonin pterosaurët, duke vrojtuar botën nga lart, dhe në det mbretëronin krijesa gjigante që njeriu nuk i ka parë kurrë. Dinosaurët nuk jetonin vetëm për të mbijetuar, ata jetonin për të sunduar. Çdo hap i tyre trondiste tokën, çdo ulërim tregonte kush ishte më i forti. Por edhe perandorit më të mëdha kanë një fund. Një ditë, qielli u errësua, toka u drodh dhe bota ndryshoi përgjithmonë. Dinosaurët u zhdukën, por legjenda e tyre jeton ende. Sepse fuqia e vërtet nuk harrohet kurrë, ajo mbetet e gdhendur në histori. Por ndonse dinosaurët u zhdukën, shpirti i tyre mbeti i gjallë në tokë. Fosilet e tyre tregojnë për mbretërinë e egër që dikur dominonte çdo kodër dhe pyll. Shkencëtarët sot i studiojnë me admirim dhe frikë, duke zbuluar sekretet e forcës, shpejtësisë dhe inteligjencës së tyre. Disa ishin gjigant të butë, si Brachiosaurus, që lëviznin ngadalë ndër pemët e larta, ndërsa të tjerët ishin predator të tmerrshëm, si Velociraptor, që planifikonin sulmet me saktësi vdekjeprurse. Çdo krijes kishte vendin e saj, dhe çdo betejë ishte një test i natyrës së egër. Dhe ndonse koha i fshiu nga faqja e tokës, ata na lajnë një mësim të fuqishëm. Atë që sundon me mençuri dhe forcë, nuk mund ta harrojmë kurrë. Legjenda e dinosaurëve vazhdon të frymëzojë çdo brez që shikon qiellin dhe imagjinon botën para miliona vitesh.